Përshëndetje miq, tema si të sajojmë një vakt të thjesht, të shishëm dhe ekonomik. Kërpullat i patë shumë mirë se sa i kam blerë, kam ble 1 kilogram 2 euro, i pasruam së bashku në live dhe dikush më shkruajti që pse ja heq lëkurën. Zakonisht unë kur blej kërpulla champignon nuk ja heq lëkurën, por sot ishin pak pisë dhe preferova në këtë mënyrë. I pastrojmë, i presim në mes, i shplajmë pak në indigan, vaj ulliri, 2 thelbin hudhër, 25 djeks. Edhe kërpullat e prera, i skuqim mirë, pak krip, pak piper të zi të bluajtur, pak majdanos të freskët dhe i përzim vazhdimisht si që shikoni këtu në video. I mbuloj me kapak, i lej me flak të ullët për pak minuta që të zi me avullin e vetë. Përfundimisht, kur shikojmë që janë gati, i hedhim pak majdanos të freskët dhe ja ku i kemi gati. Unë shoqërova me pak avokado dhe me gjithmonë që më shijoj pak bukë të thekur dhe kur thot Eli qa tash me sy, ju përshëndes, ciao ciao.